kohë do të vazhdoj me protestën, shkoj me pamje të drejta. Është ajo ecja tradicionale, është një protestë në ditën e saj të 51, po afrohet thuaj se 3 muaj që kjo protestë bëhet në Tiranë. Dhe, si që thash, është në ditën e saj të 51. Një protestë e cila në fakt nuk e ka vlerën e saj tek numrat, por tek pjesëmarrja. Qytetarët e Tiranës për të 51 ditë po dalin në protestë. Është ndoshta dita më e nxehtë e korrikut kjo e sotmja, temperaturat e larta na kanë shoqëruar ditët e kaluara dhe sidomos dita e sotme ka shënuar temperatura goxha të larta, megjithatë qytetarët përsëri po dalin në protestë, po grumbullohen tek galeria për të vazhduar më tej poshtë kryeministrisë atje ku fillojnë edhe fjalimet. Nuk dihet nëse kjo protestë do të vazhdojë edhe në muaj ngusht, ka ndoshta opinione të ndryshme nëse mund të vazhdojë edhe në muaj ngusht apo do të mbyllet tani në korrik për të rifilluar në shtator. Pritet për të parë në fakt se si do të jetë vendimarrja e atyre që e organizojnë këtë protestë. Pritet për të parë se si do të jetë dhe prania e atyre njerëzve që dalin në protestë, se do të jenë dakord apo jo të vazhdojnë gjatë muajit gusht, ku temperaturat priten të jenë të larta, ku njerëzit pushojnë, ku të rinjt kryesisht janë pjesë integrale e kësaj proteste do duan që të shkojnë nëpër plazhe dhe nuk dihet nëse do të jenë të dedikuar që çdo mbrëmje ta kalojnë këtu në Tiranë për të protestuar. Pritet për tu parë, por me këtë temë që ka protesta shtatori, patjetër që do të shënoj ose rifillimin e saj ose vazhdimin e saj në mënyrë më të strukturuar. Mirë,